Edhe pse është munduar që ngjarjeve t'i parapritet të ketë informacion para se një operacion policor të zhvillohet, duket se kësaj here gazetari Artan Hoxha është ndjerë plotësisht i pafuqishëm. Kjo pasi përveç profesionit, ai është dhe baba dhe dihet dashuria e prindit për fëmijën. Si rufe në qiell të hapur, i ka ardhur lajmi se i kanë arrestuar të birin dhe jo vetëm kaq, ai pritet për t'u ekstraduar jashtë Shqipërisë. Por çfarë ka ndodhur me djalin e gazetarit Artan Hoxha? Mësohet se gjatë një aksioni policor është ndaluar 26 vjeçari dhe akuza që rëndon mbi të është pjesëmarrje në një grup të strukturuar. Edhe pse ndalimi i tij është bërë nga policia shqiptare, mësohet se ai është ndaluar për llogari të policisë së Kosovës, e cila kishte nxjerr urdhër arresti ndërkombëtar për djalin e gazetarit, pasi mbi të rëndojnë disa akuza me të cilat ai do të përballet në institucionet e drejtësisë në Kosovë. Së shpejti pritet që të bëhet ekstradimi i tij drejt Kosovës. Kjo ngjarje ka tronditur thellë familjen e gazetarit, ndërkohë që zëra të tjerë shprehen se kjo është një hakmarrje që po i bëhet Artan Hoxhës për investigimet që ka kryer. Gjithsesi, çdo gjë mbetet për t'u parë në vazhdim.